Në këto momente sapo ka përfunduar kampionati amator i voleybollit dhe Bepin Maka në rolin e organizatorit të na jepe një konkluzion për zhvillimin e këtij kampionati si dhe për ekipin fitues. Urime Maka. Faleminderit Gac, faleminderit për mundësinë që na jepni gjithmonë për me promovu sportin edhe përmes mediave dhe rrjeteve sociale, përmes televizioneve lokale. Është tamam privilegj. Në fakt, ky aktivitet është i organizuar prej kishave ungjillore nxënësit e Jezusit edhe Shpresë për Shkodrën. Unë thjesht jam një ndër ata organizatorët kryesor. Edhe ka një kampionat që ka zgjat 10 ditë. Kena mbledh 8 ekipe për rreth 83 dhe ka pas 16 neshje. Ka një kampionat bajagi ambicioz. Ka pas lojtarë që janë pjesë kontingjenti i ekipit vllaznis të trive dhe të rejave. Edhe njëkohësisht edhe një arbitër profesionist që është kontingjenti i ekipit vllaznis. Pra jena mundu me bë diçka serioze, diçka kompetitive, por njëkohësisht edhe me përcjell një mesazh unitetit, bashkëpunimit, miqësijet, edhe me i largu tritë të rejat nga gjanat që i marrin kohën, siç janë mediat, celulart apo rrjetet sociale, koha e izolume. Kena dashur me zhvillu një kohë sa më sociale dhe pozitive për ta. Edhe besoj ja kena arrit. Turët eliminatore, por edhe finalja pati masivitet, pati interes edhe nga publiku. Patjetër. Çdo neshje ka pas minimalisht 40-30 tifoza, ndërsa finalja pak më shumë, dhe ishte bajagi konkurrencë mes neshjeve, kishte dëshira të ndryshme me njënën dhe tjetrën skuadër, dhe kena pa me të vërtet që 33 kanë prap interes për me bashkëpunu, për me u angazhu në sport, dhe pse jo edhe ato që kanë profesionista munden me zgjell disa element që këtu e kanë paraqit vedin pozitivisht. Diçka për ekipin fitues, shpjegati me tepër. Ekipi fitues në fakt, qysh në ditën e parë ka tregu një përparësi në kolektiv, në grup. Ata ishin shumë harmonik bashk, ishin gjithmonë bashk, ata vishin e njekishin çdo neshje, dhe ishin të angazhuar pa dhe kundërshtar. Pra, unë mendoj që e kanë meritu plotësisht vendin e parë. Konkretisht dy ekipet finaliste kush ishin? Ekipi Thunder Team dhe ekipi Elite. Dhe fitues u shpall? Dhe fitues u shpall ekipi Thunder Team. Bepin Maka, kjo ishte një nismë interesante, e para këtij lloji që ju organizoni? Po, është pikërisht e para edhe për risi për shkakun se janë djem e vajza bashk, gjatë që nuk nolën në fakt në sportet kolektive, janë ose vajza ose djem, por për shkak se ne kena dashur më shumë e promovu miqësinë, marrëdhënien, raportet e pastra njëri me tjetrin, edhe me zbut pak tensionet, siç mund të jenë neshje djem me djem, kena preferu kështu. Edhe është i pari, është guri kilometrik i asaj që do të vinë të ardhmen. Dhe patjetër tradita do të vijojë me të tjera ne të kësaj natyre, por edhe në sportet e tjera. Patjetër. Do të vazhdojmë edhe me futbollin, me moshat, e po ashtu edhe me basketbollin. Kjo është vizioni dhe dëshira jonë. Faleminderit, zoti Maka, suksese në vazhdimsi. Ju falenderoj, zoti Gac, për angazhimin tuaj gjithmonë për gjithçka.